dyta, ne kemi pas një... Shok punë e juve, apo? Shok punë e juve, kjo. Besoj që... Pushtetet janë nda me zoti muja. E para. E dyta është sa i përket një aspekti të rëndësishëm që ka qenë letra e kryeministrës Ana Brnabić, e cila me 12 dhjetor... Ajo letra nuk ekziston, zoti muja, shkojmë tutje. Kjo është pifje totale e lëvizjet vetëvendosje. Ajo letra në institucionet e BE-s nuk ekziston. Ja. Atë letër... Ajo letra ekziston. Diplomat të rungut matë në Gjermën kanë thonë e kemi kërku qatë letër në zyret e BE-s nuk ekziston. Ku e ka qu Brnabići, shkoni vetëne. Zoti Matoshi, ajo letër... A letër e përdojë për nevojat bashkë me kapuqinë. Mesazhi Trumpit, se mesazhi Trumpit ti leon është ato. Këto janë marrëveshje dhe ju pajtoni me mu që një marrëveshje duhet të negociohet në mirë besim, sepse ka zotime që të zbatohen. Mesazhi Trumpit, muja, s'kemi kohë, mesazhi Trumpit. Mirë besimi është pjesë esenciale e zbatimit të detyrimeve që i ke marrë. Dhe nëse ti pastaj njëherë po më thu s'pe në shkryj, pastaj po del kryeministri i Serbisë që e në shkryj të më tha për mjë shma. Po edhe nas kemi besim se po lypëm koka, zoti muja. Lejo ta përfundoj, zoti Matoshi. Dhe ai del thot që nuk e në shkryj tëm, e u pajtum së për me ik sankcioneve, dhe na kemi përvojën që për që 10 vjetë jë në shkru marrëveshje dhe nuk jënë zbatu asnjëherë, mendoj që qëndrimi, insistimi këto është legjitim. Dhe mesazhi për Trumpin. Po, e treta po vi tek këto duhet përmbushën. Te mesazhi, unë besoj që Kosova gjithmonë duhet i gëzohet angazhimit të aleatit strategjik të Kosovës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe interesimi i tyre është gjë pozitive, çdo herë. Ajo çfarë ne na takon është që ne të adoptojmë pozicionet që mbrojtja e sovranitetit dhe kushtëtitshmërisë, aty ne insistojmë në mënyrë parimore, do dialogojmë, por ne jemi këtu për të mbrojtur interesat e Kosovës dhe kjo është roli i mandatit që kemi marrë. Çka nëse zbarkon Grenelli? Shikoj, ato janë ose një Grenell tjetër, çka problem? Ato janë gjëra hipotetike. Jo, ai me qenë se ka fol, ka me qu dikon, shpejt. Aktualisht ne jemi duke... Ju jeni pa qeveri, zoti. Aktualisht e kemi një qeveri në detyrë, me kompetencat të kufizume. E cila moralisht nuk do duhet me shku në dialog, zoti muja. Jemi në proces, zoti Matoshi, nëse sheh raportin e Bashkimit Evropian, thot që qeveria rubrikës së Kosovës është e ndërlidhur, ka zbatuar 100% politikën e jashtme dhe sigurisë Bashkimit Evropian, dhe në njëjtën kohë jemi poshtë të ndërlidhur 100% në zbatimin e prioritetet politikës jashtme të Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Kemi lajme të mira, sidomos vitin e fundit, sa i përket trashësisë së bashkëpunimit në fushën e brendshme. Ne jemi aliat strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por... Fjallë buku janë këtu, shkojnë tutje. Çka nëse delegacioni amerikanë gjon Kosovën pa qeveri, pa kuvend? Që kjo ke pyetja jam. Komisionit Evropian, që thot Kosova ka qenë 100% në linjë me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian, dhe po ashtu ishte edhe deklarata e fundit, e shiliti edhe Defender Europe. Si friksoni fare Trumpit? Si friksoni fare? Unë besoj kështu. Ajo çfarë realisht ta them, si përfaqësues, si agent politik, unë i freksohem ma tepër qasjes kalkuluese që kanë pas politikanët e Kosovës. Skema tokë për pushtet ka mbaruar. Tash jemi këtu për ta mbrojtur çdo cep dhe kushtetutën e Kosovës. Edhe një herë muja çfarë thon me lejo tutëm. Tokë për pushtet. Po. Kjo s'ka dhënë tokë kërkush, kjo është ka dhënë tokë. Ideja e çmimit të territoreve tu e thonë. Jo, s'ka dhënë tokë. Okej, shikuesi i nderuar sepse s'kemi kohë. Unë nevojë me sugjeru, po mos i kam pyetje shumë të forta shikuesit. Do ta nisim me Lulzim Bexhetin. Po me gjitha çmora përgjigje. Mos ngotni burra se s'dihet Ma po që tani çka të bëj tani unë? Jo, po s'mora përgjigje çka nëse ju kërkon institucionet delegacioni amerikan. Çka ka me kërkon çka? Çka? Shkojmë shikuesit le Matoshi që s'ka marrë përgjigje. Mundësinë e ka pas. Lulzim Bexheti nga Xhilani. Matoshi. Ndale Zoti Matoshi. Vetëm pa. Muja nuk je ndale. Lulzim Bexheti ish kandidat për kryetar të Xhilanit.
E bën një pyetje thotë çu shpjegohet që Prizren Alia me kandidu për kryetar Prishtinës, kjo i bën sikur Dimali me kandidu në Drenas. Shikuesi që po e bën pyetjen, ish kandidat për kryetar të Gjilanit dhe është nga Gjilani. Bashkëvendasi i Po thash ti nëse